Mirëmbrëma, dashur bashkëdhetarë shqiptarë kudo që ndodheni, në Evropë, në Shqipëri, në Amerikë, Australi, kudo. E di që e keni mendje për Shqipëri, e di që edhe gjumi nuk u ze, nga të keqijat që po ndodhen këto ditë. Dashur shqiptarë, ju e shikoni vetë se kë keni parë president më parë, dhe kë keni kryeministër sot, edhe kë keni president sot. Qytet me qytet, në Kuks, në Kavaj, kryeministri i Shqipërisë, ai dëgjoni vetë se çfarë ai po flet. Gjërat më ordinere që s'janë përdorur ndonjëherë edhe një pastrues. I ofendon shqiptarët. Mua vjen shumë keq për kuksianët që kanë luftuar me shekull për kombin shqiptar. U vjen një fytyrë e shëmtuar, i ofendon bind dhe stërnipat e patriotëve, i ofendon gratë që ndodhen aty. O shqiptarë, zgjohuni. A e shihni që keni patur në qeveri për 32 vjetë? Bashkëpunëtorët e serbëve dhe të grekëve. Palo spiun, tallen me ju. Me gjakun tuaj tallet, do të thoni pëqëne me gjakun tuaj. Keni punuar 46 vjetë me regjimin komunist pa bukë, duke rrahur, duke intrenuar, duke shpërndarë në përkampet e intrelimit, duke punuar në përtrashe, në bunkere, pa para. Sot, le që u japë një pension $60, dhe këlyshët e komunistave që kanë qenë oficerë, që i rrinin të burgosrit të intrenuar, i rrinin si kafshët. Sot, me republikat e tyre që rrinë Tiranë e kudo, marrën nga $500-600 në muaj, kurse 97% të shqiptarëve që ka punuar në përferma kooperativa, në ushtri, në zbor, një krudha pa para, marrën $100. Po mirë më shqiptarë, më vëllezër e mi, si duroni që akoma tallen me ju, po ofendojnë, edhe ju huaj dëvinte. Edhe Serbin ka luftuar me ne, të gjithë luftrat, por nuk na kanë ofenduar, si kemi duruar dot të huajit. Dofta jemi thyer shumë herë, që në kohën e Skënderbeut, mos e zemë lartë, por nuk e kemi kthyer kurrizin. Nuk kemi turpruar, as nga turqit, edhe as nga të huaj. Por sot, turpimi madh që një kryeministër, i quajtur kryeministër, një fytyrë e shëmtuar tallet me ju, deri dje flinte në përurat e Parizit, dhe sot shkon në Malsi, siç e kam thënë gjithmonë, që gjyshrit e tyre kanë luftuar me shekull kundra Serbit, ai vetë tallet. Po mirë mër Kavajs, që për herë të parë bërë revolucionin, kur u bë fushë sportit, u vran, si e duroni ju, burrat e Kavajs? A ka burra në këtë Shqipëri apo s'ka? Unë kam erdhur me mision, dhe misioni tim nuk jam vetëm, është Amerika me ju. Pra, si që kam thënë, do bëhet qeveri teknike dhe me president, por nuk është turp që ju i vini pas këtyre të dyve, si PD-s dhe PS-s, dhe satelitë e tyre ato të partit, ku gjenë parat që shëtisin. A e kuptoni që ju e s'kini ujë të pini e bukë?
Po pse o vëllezër shqiptar, kur u thatë fjalë, mirë nuk e vrat, si pas ligjit që kemi patur, edhe ai ligj u thash, dije, kanuni, që është in Texas, në Amerikë, ka me vdekje në Amerikë, ka me ejection, me gjilper, ka dhe me varje. Kurse në tokën e Skënderbeut, në tokën e Shqiponjave, vinë spionët për 32 vjetë, tallen me ju. Nuk e di si duroni. Mua që është e vërtet as më ka zënju mi mbrëm. Dhe i thoshe vetes time, po mirë më Pilinqi, ku je këtu? Çfarë po bëjnë këta shqiptarë? Unë nuk u them të ngrini të bëni revolt, që janë bërë me dirs, po u them, o shqiptar, o vëllezër e mi, o të rinj e të reja, nuk ka zgjedhje, po ka arrestime dhe arrestimet që do bëhen, do të tronditet Evropa. Jam i bindur se në 7 zane do të rëndite që do shojnë në këtë Shqipëri. Duhet ta bëjmë një herë e mirë që të vënë vesh këta tradhtarët e Shqipërisë që tallen me shqiptar, tallen me fukara. Po mirë më vëllezër, 46 vjet me regjim bolshevik, 32 vjet e quaj që kur ishte Saliu, jeni pa buk, pa u. Po qarë bëni në për kafe që jeni mbushur plot? Ne u shohim shqiptarë. Ne zhgojmë çdo milimetër të tokës shqiptare. Pa habiten të uajt me ju. Rrini në për kafe, bëni muhabete, zireni me njëri tjetrin, do fitoj pëdeja, do fitoj pëse. Dashur shqiptar. Pra ata është vdekja. Vdekja. Unë e thash edhe më përpara, po e theme tani. Kam mbaruar çdo gjë. Edhe gjyqin, unë i thash asaj zonjës, mos e ndërro. Tamam, do filloj gjyqi tani. Po Gjiberi dije e gjobi sot, me madhe e 2-3 ditë. Ua kam thënë që do arrestojnë që dhe gjithë. O Berish, s'ke ku vete do arrestohesh. O Edi Rama do iqe zvarë, ku do që të vesh. Unë kam thënë dhe them përsëri, ti atë ditë që bëhet qeveria do arrestohesh. Unë u them shefave të policisë për gjithë Shqipërinë. Mos mini urdhin që keni marrë, mos e zbatoni. Mos zbatoni urdhin të bëni diçka, populli shqiptar. Shqiptarët janë në sekondat e fundit. Nuk kanë bukë, nuk kanë ujë. Qëllimet që keni ju, ne i dim. Ashtu si i keni thënë dikush, para 2 jave, kryeministri duke ecur, ju të policisë, së mos ti drejtori i policisë, i kemi të mbushur kallashët. Kallashi tënë zbën. A i shini që do arrestojnë dhe gjithë drejtorat e rrugëve, drejtorat e policisë. Unë u le prap një shtesë të hapur. Mos dëgjoni me, as për den, as për sen. Rini, mbroni shqiptarët se janë pa bukë, mbroni fëmijët tuaj për herë të parë. Pra të dashur shqiptar nuk ka zgjedhje, po ka arrestime. Të dashur shqiptar, Partia Shpresa Demokrate ka 51 pikë. Do bi ligjin i njëjti, u shpjegoj një herë, ky është ligji i Amerikës, kanuni i Shqipërisë, të tokës të Shqiponjave. Ky ligj do vijë në veprim
dhe ta shohin këta pyzevenk të rinë nuk e kuptojnë. Pyzevenk është një fjalë shumë e ulët për këta këlysha që po i coptojnë shqiptarët. Mua po vim për ditë nga jashtë dhe udhtim. Po vim këtu sepse e po e shohin Shqipërinë në rrezik. Të dashur shqiptar, Shqipëria nuk është në rrezik nga të huajt. Është në rrezik nga këta plirat. Këta mendojnë se i kanë patur vilat gjysë të gjyshi. Më falni për shprehjen, këta s'kan patur brek. Vilat i keni ju shqiptar. Do t'i mini ju shqiptar. Hotelet do t'i mini ju. A i dini shqiptar se pagueni fëmijët tuaj leatë, po suapin asa rrogër. Janë bërë këto televizorit klaneve, Top Channel, su paguajnë televizori Meksit, 24, vajtje në Amerikë. Baliu. Këtu në burg do vdesësh. Sepse ke vjedhur shumë para. I ke parat e Ilir Metës. Dashur shqiptar, programi i partisë që thash ka 51 pika. Unë flasë për bujësin. Shqipëria është e tërë bujësi. Ka dhe blektori. Si në blektori e në bujësi, qeveria që do bëhet, do t'japi gjithë konditat. Kush ka qef të ketë bakti, do ketë bakti. Kush ka qef bujësi, të mbërrejë dridh, perime. Unë po them me diçka tjetër, dashur shqiptar. A ditë bëj qeveria mbyllet portat e Shqipërisë për 3 ditë. Dini pse? Që s'kan ku venme. A i dini se Shqipëria do bishdo jetë, dashur shqiptar, si në blektori dhe në bujësi. Shqipëria do funizoj Evropën. Nuk do lejojmë të hyjë në tokën shqiptare as dhe miza. Çdo gjë do prodhoj në tokën tonë. Çdo gjë do vi realiteti. Unë jam betuar, kam bestuar me agronoma më të mirë të Shqipërisë dhe kanë thënë, jemi gati t'i shërbejmë kombit. Unë i kam pyetur, a mund të sillni drithin e dikushëm në Shqipëri? Do me thënë të thënë më mirë fjalën popullore, farën origjinale. Më kanë thënë që mund të kaloj 1 vit, 2 vjet. Përgjigja ime ishte jo. Unë jam gati nga Amerika, nga Pennsylvania, të sjell drithin origjinal të mbillit të tokën e shqiptarëve, në tokën e shqiponjave. Çdo fshatar, mos u keni keq kuptoni kur them fshatar, jemi fshatar. Unë jam fshatar. Pavarësisht se ka ardhur koha ndryshe e quhet qyteti. Po ne jemi bujësi, ne jemi blektori. Çdo bujk do ketë atë që i takon. Do të ndihmoj shteti të japi mjetet e duhur të kohës së sotshme. Do të japi farën origjinale. Që dhe bukën kur ta hash të shijon si dikush. Kafshoj një copë kafshore, më falë se unë po flas në mënyrë shqip. Që ta marrën vesh sërbët e rusët e grekët. Ne jemi shqiptar, unë flas shqip. Jo si në disa televizore klani kanë ndërruar gjuhën tonë. Pra, po flasën me gjuhë të huaj? Jo. Ne e dim çfarë mendojnë. Unë flasë për blektorin. Çdo njeri që ka nevojë për bakti, shteti do t'i japi çfarë të dojë ai, jo para, bakti. Dashur shqiptar, e para herë që do bëj qeveria brenda javës, ju duket e çuditshme. Çdo njeri do marri pronën e tij që ka gjysh stërgjyshi, nip stërnipi. Do marri pronën. Nëse një person nuk ka pronë, nuk ka liri.
Prona është për gjithan që i quajnë këta rrugashëri, i quajnë ish pronar. O Zot, të vjen për të qeshur dhe për të qarë. Të jam pronar që i kanë tallur 32 vjetë me pronat e tyre që i shitën në Serbët. Por nuk ka lëvizur, në tokën tonë janë. Po të doj Serbi, ta provoj. Radhe parë, i hoth murat në erë, kur the murat, Amerika, unë jam Amerikan, unë jam shqiptar. Ua kam thënë dhe përpara, Amerikën e ka forcuar shqiptarët, ka dhënë Flori, kalon të Flori nga Shqipëria me vapor, martuan dhe babën e presidentit të parë, George Washington, Bushi, shqiptar. Dashur shqiptar, erdhi koha juaj. Pasurit do t'i mini se kush ka. Ajo 7501-shi do kthehet të kundër. E dini pse? Këta që shesën mendje me makina të zeza, që vishin me byzelik, që su ka lezet fare e plashka, sepse nuk din të bajnë. Do t'i zeri jo 7500-ja, po s'do kena asgjë. Do t'i lem me kominoshe të verdha. Do t'u apresim edhe kominoshe t'u abejmë që t'u hyrë era të mbërdhin në përburgjet që e kanë dëmtuar këtë kompë. Ne do t'i ndihmojmë dhe gjithë shqiptarët, sepse u takon, e kanë tokën e tyre. Gjyqtare, ne të thamë brëm se duhet mbaronje gjyqi sot, e ktheve për nesër. Që kujdes, unë të thash dje, ti e ke marrë vesh fjalët e mia, me erdhë sot, që në mëngjes. Po shtyje ku shtyje, as shtyjet me. Gjyqtare, rrugët që i kanë bërë në Shqipëri kanë bërë qëllimisht që të bëjnë aksident të vriten njerëzit. Urat që i kanë bërë të vriten njerëz të mbulohen të gjallë në tokën e tyre. Gjyqtare, kontrollo tunelin që është bërë në Vlorë. Mos vallë, ka ngel ndonjë makinë brenda? Kur ka rënë? Pra, zvendës ministria nuk është puna të arrestohet për tunelin, po të arrestohet për biliona dollar, jo miliona, biliona. Ministrat të gjithë. Si pëdeja. Që janë me kokullur shkojnë kudo e thonë do t'u japëm pasurit. Po që betë? Po që ke bërë, o Berisha? Që si ke dhemë pasuritë? Pra, gjyqtare dhe gjyqtarët e tjerë ne u thamë për Fatmirin pardje. Fatmiri kishte ikur mbrëm, po duhet kthehet sonte se s'bën. Duhet arrestuar. Të dashur shqiptar, u kam thënë data 15 kalovi. Të jeni të qetë. Të gjithë do arrestohen. Nuk ka zgjedhje, nuk ka kyqa, po ka litar do hiqen zvarr, kudo që di gjende, në shtëpi, në lagje, në autobus, në makinat me xhame të zeza. Shqiptar, e di që jeni të mërzitur, çdo njeri që vjen e më thotë, fillin që zbet në Shqipëria. Na e mori Serbi, na e mori Greku. Dashur shqiptar, mbajnë mend fjalën që kam thënë. Të keqen e kemi këtu brenda. Serbi nuk vjen dot. Nëse Serbi lëvizte, sot do t'ishim mu në Beograd. Edhe Greku, Turqia është një ishull. Qamëria është tona, Maqedonia është tona e Aleksandrit.
Pra, Malizi, i Teutës, jashtë tona. Të dashur shqiptar, e shoh në pyetjet që më bëni, e pa parë, brenda 8 nëntore vjen 24.000 që bëjnë klikime, e pa parë siç më thonë tjerët, por erdhi dita juaj. Erdhi dita e lirimit tuaj. Ka 100 vjet që pritet lirimi. Erdhi në dere kini. Të rinj, ngriuni sa më parë, ejani në Partia Shpresa Demokrate, kemi nevojë për ju. Dhe ju u duhet kombi shqiptar. Dashur shqiptar, unë pamarësisht se flas në orën 6, unë jam në shikim çdo milimetër që lëviz në Shqipëri. Jeni të sigurt, të gjithë do arrestohen këto ditë. Spaku është në gatishmëri. Pamarësisht se thonë Spaku nuk arreston, po do arrestojë mbas votimeve jo. Tani, e njëherë dashur shqiptar, e di që jeni të mërzitur, e di që jeni pa bukë, e di që jeni pa fëmijë, po së shpejti do bëhet një dasmë e madhe në tokën e shqiponjave. Do gëzohen të shqiptar. Mos shkoni pas Berishës, mos shkoni pas Edi Ramës, që këta janë anti-shqiptar, e pa vetë me çfarë u ferdoi. Përmendi dhe kur ishte la Kuriqi në Francë, turpi botës. Mos shqiptar shkoni pas këtyre. E shtull po të shkosh pas këtyre, po e përsërit fjalën, nuk e kam kaluar. Po e them, nuk ka ndodhur tokë shqiptare që të thotë një kryeministër si janë burr apo janë gra. Si janë gra apo janë burr. S'ka ndodhur. Pra, natën e mirë, të dashur shqiptar, do shihemi nesër në orën 6, do kemi të reja nesër, duhet arrestohen zëvendës kryeministrja, do arrestohen nga PD-ja 20 e ca, do arrestohen nga PS-ja 19 e më vonë 100. Natën e mirë, dofta të më falni që e përsërit disa gjëra, po nuk i përsërit kot, i përsërit qëllimisht, që ti dëgjoni o shqiptar, o vëllezër, mos shkoni pas plerave, që është turpi botës të shkoni pas këtyre. Natën e mirë, miru pafshim nesër. Natën e mirë shqiptar.